Nuk dua të flas sot për kontributin e minatorëve, edhe pse jemi në përmbyllje të javës së minatorëve, në 37 dhjetorin e përmbylljes së javës së minatorëve dhe kontributin e tyre gjatë asaj periudhe të lavdishme, sepse është një gur themel i lirisë që ne sot e gëzojmë dhe jetojmë. Por ajo që sot dua të ndalem konkretisht është shëndeti, jeta dhe puna e minatorëve në ditët e sotme dhe kontributi tyre në ditët e sotme. Kjo është një iniciativë konkrete e iniciuar nga Instituti për Hulumtime dhe të Drejtat të Njerëzit për realizimin e një liste të sëmundjeve profesionale dhe gjithashtu për ndryshimet legjislative që duhet të ndërmerren që minatorëve të njihet kontributi i punës dhe nevoja për një pensionim të parakohshëm dhe jo aq siç ekziston deri me tani, deri në moshën 65 vjeçe. Gjatë këtij hulumtimi kemi hasur në përkraje të jashtëzakonshme nga minatorët e Trepshës, njësia në Artan dhe njësia në Stantork, të cilët u bashkuan dhe u përgjigjën pozitivisht si në anketim, si në fokus grupet që mbajtëm me ju dhe me familjarët e juaj, po ashtu edhe në peticionin që realizuam në Mitrovicë për 3 ditë, ku mbledhëm mbi 1000 nënshkrime nga qytetarët e Mitrovicës dhe jo minatorë, për këto ndryshime që ne sot jemi mbledhur që t'i adresojmë. Kjo përkraje tregon nevojën e madhe për ndryshim në të mirë të jetës dhe shëndetit të minatorëve. Ky hulumtim është vetëm një nismë e vogël, hapi radhës dhe hapi konkret që ne synojmë të arrijmë me tutje në këtë çështje është iniciimi i ndryshimeve ligjore, si dhe krijimi i listës së sëmundjeve profesionale, e cila do të kontribuante në përmirësimin e jetës, shëndetit dhe punës të minatorëve. Sa do të bëhet në fakt për këta punëtorë të padukshëm që edhe ky hulumtim ka quajtur, asnjëherë nuk është e mjaftueshme, sepse në raport me sakrificën dhe vlerën e punës së tyre, kjo është fakt asgjë. Duke shprehur kënaqësinë e veçantë për këtë adresim para jush, më lejoni që fillimisht të drejtohem heronjave të Nëntokës me dimensionin e tyre real dhe simbolik për Kosovën e sotme. Pikërisht këtë dimension e reflekton titulli i hulumtimit që prezantojmë sot nga Instituti për Hulumtime dhe Drejtat e Njerëzit, duke mos nënkuptuar thjesht një profesion, por një histori sakrifice, digniteti dhe qëndrese. 37 vjetë më parë, në 20 shkurt të vitin 1989, këta punëtorët e padukshëm që po i quajmë sot u bën forca më e madhe e dukshme e Kosovës që po shtypej. Minatorët e Trepshës në Stantork, të ngujuar për 8 ditë në horizont të 8 dhe 9, gati 1000 metra nën tokë, mobilizuan rezistencën popullore dhe ekspozuan para gjithë botës politikën represive të Miloševićit. Kishte filluar një ndërrim e më pas ishin bërë 1300 minatorë që kishin refuzuar të dalin nga miniera, duke fuqizuar kundërshtimin ndaj represionit me grevë urie. Ndonjëri prej tyre mbasi edhe është këtu i pranishëm dhe për mua ju jeni heroj, ju faleminderit shumë. Ju e dini më së miri se kush do tjetër në fakt, se çka do të thotë të sakrifikosh jetën, shëndetin e familjen për dignitetin dhe të ardhmen e vendit tonë. Suprimimi i autonomisë së vitit 1974 ishte paralajmërimi i projektit antishqiptar të Miloševićit për spastrim etnik dhe gjenocid. Prandaj minatorët kishin kërkuar ndërprerjen e asaj politike, ndonse që nga pranvera vitit 1981 autonomia ishte dëshmuar e pamjaftueshme për të drejtat dhe aspiratat e popullit shqiptar në Kosovë. Siç dihet, minatorët u mashtruan, kërkesat e tyre nuk u realizuan. Minierat u mbyllën e shumë prej grevizëve u maltretuan dhe u arrestuan. Punëtorët e padukshëm të Nëntokës, edhe pse nuk e ndalën Miloševićin atkohë, jehona atyre forcoi rezistencën. Parulla Trepça jon dhe Kosova Republik kishin dalë nga zgafella dhe ishin kthyer në vullnet popullor. Duke rritur vetdijen mobilizuese, 10 vjet më vonë, ato u bën realitet në luftën lavdishme të ushtrisë shqiptare të Kosovës, si themel i shtetit tonë të pavarur, ndihmën e pakushtyr të Shqipërisë dhe ndërhyrjen ushtarake të aleatëve tanë të bashkuar të NATO-s. Të nderuar pranishëm, nuk duhet të zgjatem shumë e t'ju mërzit sepse në epokën digjitale s'ka kohë për retorikë të gravuar.
Gjeti dhe këtij hulumtimi që janë bërë për shëndetin dhe sigurinë punë, kushtet e punës dhe trajtimin e sëmundjeve profesionale të minatorëve përbëjnë një bazë të mjaftueshme për reflektim institucional dhe veprim të koordinuar. Ne do të forcojmë mekanizmat e monitorimit dhe inspektimit si ministri me qëllim të garantimit të standardeve sa më të larta të sigurisë dhe mbrojtjes në punë. Njëkohësisht përmes skemave të financuara nga shteti, ne do të vazhdojmë të sigurojmë realizimin e të drejtës për pension të parakohshëm për punonjësit dhe ndërmarrjes trepça, të cilët përmbushin kriteret si realizacionin fuqi. Ashtu si çdo fushë tjetër të përgjegjësisë sime si ministër, angazhimi im do të jetë maksimal për përmirësimin e kushteve të punës, për mbështetjen sociale dhe për trajtimin dinjitoz të punëtorëve dhe pensionistëve të Republikës Kosovës. Siç e keni parë edhe nëpër media dje dhe ditët të kaluara, Ministria për Punë, Familje dhe Vlerat e Lutës tashmë veç ka proceduar 9 ligje për plotësim, ndryshim dhe vlerësim, dhe këto ligje natyrisht përfshin edhe ato që është diskutuar dhe që është gjetur edhe në ultimin e zonës Katrina dhe gjithë stafit saj përmes institutit. Dhe në bashkëpunim me të gjitha ministritë e linjës dhe institucionet tjera relevante, ne do të mundohem që me seriozitetin më të plot të trajtojmë të gjitha kërkesat dhe çështjet që janë të ngritura dhe që i prekin të gjitha kategoritë sociale dhe në Kosovë. Do të jam shumë i vetëdijshëm edhe unë, po besoj që ju, që sfidat nuk janë të lehta dhe ne nuk kemi një shkop magjik në dorë, për një gjë jam shumë i sigurt. Vullneti im dhe vullneti i qeverisë Kosovës nuk do të mungojë asnjëherë dhe te unë si ministër do të gjeni gjithmonë mirë kuptimin dhe përkrajen e parëzell. Ministria ime dhe dyert e asaj ministri janë dyert e juaja dhe është shtëpia juaj. Dhe në këtë rrugë të përpjekjeve për të avancuar mundësitë si qeveri dhe shtet, ne asnjëherë nuk guxojmë, nuk duhet dhe nuk do të harrojmë sakrificën e jashtëzakonshme të minatorëve të Trepçës dhe kontributin që ata japin çdo ditë edhe sot për Kosovën me punën e mundshme e të rrezikshme në thellësinë e tokës sonë së art. Ju falenderoj shumë. Dear Magnus, dear Minister, dear Deputy Minister, Executive Director, ladies and gentlemen, the Swedish mining sector laid a foundation for the Swedish welfare state. It goes back many, many hundred years. I just wanted to show you this picture of the Arctic town in northern Sweden. We decided 10 years ago to simply move the whole town. And this is an example where we moved a church just a few months ago. But the point is that there's 2 points in this, that we are so serious with our mining sector that we move a whole town because it's really important for our economic development. And the second thing is that you can actually move an old 113-old church like that as well. So that's just an example of what you can do, right? Before I turn to today's topic, let me mention 3 things. First of all, the Swedish mining sector remains central to Europe's green transition, reminding us that responsible mining is not only possible, but also essential. So if you have responsible mining, it could be part of green transition. And this mine up here in Kiruna was it's Europe's largest underground iron ore mine. So if you do it in a responsible way, it could be part of the green transition. Secondly, on a European level, the Critical Raw Materials Act underscores how vital, secure and sustainable mineral supply chains have become. Mjedisi I punës dhe ekspozimet profesionale. Ekspozimin e vazhdueshëm të minatorëve ndaj faktorëve të rrezikshëm në minjera, si pluhuri, zhurma, lagështia, ventilimi I dobët, rreziku nga shembja dhe substancat toksike përbën një kërcënim serioz dhe të vazhdueshëm për shëndetin e tyre fizik dhe psikologjik. E këtë e tregon edhe grafiku 3, ku mund të shihni llojet e rrezikshme me të cilat përballen minatorët çdo ditë. Lidhur me këtë grafik, vlen të thuhet se mbi 80% të minatorëve të anketuar pohojnë se janë të ekspozuar ndaj këtyre rrezikeve gjatë gjithë kohës apo shumë shpesh.
Ambientet e punës karakterizohen nga temperatura ekstreme. Në zonat jugore të minjerave, temperatura, siç mund ta shihni, arrin deri në 40 deri në 45 gradë Celsius dhe ventilimi është i pamjaftueshëm. Siç shihet në grafikun 3, 64.3% të anketuarve pohojnë se ventilimi është i pamjaftueshëm. Ventilimi i dobët në minjera lidhet drejt për drejt me rrezikun për sëmundje respiratore, ekspozim ndaj pluhurit minerar dhe gazrave të rrezikshme. Sa i përket gjendjes shëndetësore, simptomave dhe sigurisë në punë, vetëm gjatë 12 muajve të fundit, 58% të minatorëve të intervistuar janë diagnostifikuar me sëmundje të cilat mund të shihni. Ato më të shpeshtat janë vështirësi në frymarrje, infeksione të traktit respirator dhe bronkit. 81% për tyre kanë përjetuar dhimbje muskulore, dhimbje koke dhe marramendje. 38% raportojnë humbje të dëgjimit, ndërsa 44% kanë përjetuar probleme me shikimin dhe skuqje të syve. Një aspekt thelbësor për uljen e rreziqeve profesionale dhe ruajtjen e shëndetit të minatorëve në punë është përdorimi i pajisjeve mbrojtëse dhe zbatimi i standardeve të sigurisë në punë. Rezultatet tregojnë se në praktikë kjo nuk respektohet gjithmonë. Ky grafik tregon se 70% të anketuarve u është kërkuar të punojnë pa pajisje mbrojtëse përgjatë përvojës së tyre. Ju rikujtoj se ky hulumtim është bërë për minatorët e intervistuar të cilët kanë përvojë pune mbi 10 vite, po ashtu. Kontrisenda është normal edhe punëja lojë, kon 64 vjetë. Kalu këtë karierën qëtu, edhe moj familjen e ta, e kom sakrifiku jetën të pata. deri 4 gradë, jesu me tesha plata, ta të që fa rrymë vashtojt edhe të nështë edhe minus është, edhe ma shumë që s'të shkaktuar duhet pjesë mundje si këtu, po s'ka rrugë tjetër. Faleminderit për vizitë me farë.